Këto janë shenjat që se harrojnë dot të shkuarën dhe duan të kthehen te kishat në 2025-ën. Gaforia nuk harxhon dashuri, ajo investon shpirtin. Në 2025 Gaforia është në një betejë të brendshme mes krenarisë dhe zemrës, sepse ajo e di që askush nuk e ka dashur ashtu si ajo i ka shkuar. Ajo ka nevojë për dikë të ri, ajo do atë ndjesinë që e bënte të ndiej si në shtëpi, dhe shtëpia për të ka emrin e një personi të vetëm. Akrepi nuk haron, as kur fal dhe as kur ikën. Në 2025 shumë akrepa kanë ende plagë të mbyllura keq. Ata nuk e thonë, por brenda tyre ka një mall të dhimbshëm për atë që iku. Nuk është dobësi, është thellësi. Dhe kur e ndjejnë që ishte i duhuri në kohën e gabuar, janë gati ta gjejnë kohën e duhur tani. Peshqit romantik deri në fund. Peshqit e jetojnë dashurinë si film dhe 2025 filmi nuk ka mbaruar ende për ta. Me mendjen e tyre, kapitulli me ishin ka ende fjalë të pashkruara. Ata e përfiturojnë ribashkimin, takimin e rastësishëm, fjalën më fal, që hap gjithçka. Në heshtje, ata shpresojnë çdo ditë dhe ndonjëherë mrekullit ndodhin, veçanërisht kur dashuria s'ka vdekur. Demi më i fort jashtë, por i but brenda, ai nuk e haron atë që ka dashur vërtet, edhe nëse ka kaluar kohë. Në 2025 shumë dem ndihen të zbrazët për atë siguri emocionale që kishin dikur. Ata nuk i duan fillimet, duan atë që ishte ndërtuar me durim dhe ndjenjë. Prandaj, nëse ndihen ende të lidhur, janë gati të bëjnë hapin pas me kokën lart dhe zemrën në dorë. Virgjëresha analizon çdo gjë, por kur e kupton se ka lënë pas dikë që ende e do, nuk gjen qetësi. Në 2025 shumë virgjëresha kanë mbetur pezull mes po të kishte ndodhur ndryshe dhe mos ndoshta nuk është vonë. Nuk është se nuk janë përpjekur të ecin përpara, por ndjesia që lan pas vazhdon t'i ndjek. Në heshtje kërkojnë një sinjal për të kthyer gjithçka aty ku e lan. Shenjat që jetojnë me kujtime dhe shpresojnë për rikthimin e 2025-s. Gaforia, sepse dashurit nuk e ndron me askënd. Akrepi, sepse nuk e zëvendëson dot thellësinë. Peshqit, sepse ende besojnë tek mrekullit. Demi, sepse nuk e ndërton dy herë atë që ndërtoi një herë me shpirt. Virgjëresha, sepse tani e di që jo gjithmonë logjika ka të drejtë.